me retorikën e tij. Por në realitet është një humbje Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse huthat jo vetëm që nuk kanë pranuar të ndalin goditjen e tyre ndaj Izraelit, biles në ditën që Trumpi deklaroi që neve u morën vesh me huthat për të arsye, të nesme në mëngjes Izraeli deklaron që 2 dronë të lëshuar nga Jemeni kanë hyrë në territorin e hapësirës ajrore izraelite, por që janë rrëzuar nga avionet izraelite. Pra, do të vazhdoj pa ndërprerje goditja nga Jemeni në drejtim të Izraelit. Kjo nuk do të ndalet dhe do të vazhdoj goditja atyre anijeve që çojnë mjete, armatim, çdo gjë tjetër në drejtim të Izraelit të që përdorin ngushtisën e Bab el-Mandetit. Pra, në këtë aspekt Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dështuar ushtarakisht totalisht. Është e pamundur të fitosh një luftë me Jemenin. Më në fund kanë kuptuar atë që Pentagoni ka prej një viti që i thot edhe administratës Biden edhe administratës Trump, që është e pamundur të fitojmë një luftë me Jemenin, sepse u bë luftë 12 vjet, gjitha vendet arabe bën luftë me Jemenin, 12 vjet çuan edhe forca ushtarake dhe nuk e fituan sepse terreni është i tillë. Sistem. Terreni është i tillë, edhe me trupa në nuk, terreni është i tillë, gjeografia që ata kanë është e tillë, mënyra e jetesës së tyre është e tillë, pra është e pamundur që ti mundesh ata. Ta citoj Trumpin se kjo po i bën Jemenin tashmë po i kthen në një fuqi rajonale tjetër, pra kishim iranianët në fuqi rajonale, tash po kthehet edhe Jemeni në fuqi rajonale. Fuqi rajonale? Absolutisht, sepse për sa kohë ka arritur 3 objektive, pra e para kontrollon Bab el-Mandetin. Pra kushdo gjë që ka në Bab kontrollohet nga këta. E dyta, ka kapacitetet të godasi, pra asnjë vend arab, kufimet dhe nuk pranoi, Trumpi ofroi, pra të gjitha vendeve arabe që të bënin një koalicion të ri për të sulmuar Jemenin, ato nuk pranuan. Të bënin të koalicion të ri për të sulmuar Jemenin. Pra ka fuqi ushtarake dhe kapacitete, pra ka atë deterrencë, shkurajimin, pra janë shkurajuar nga fuqia ushtarake. Dhe e treta, godet Izraelin me raketa dhe me tashmë edhe me raketa të cilat nuk kapen më dot nga mbrojtja kundërajrore as amerikane dhe as izraelite. Dhe e treta, me anë të këtyre raketave ka arritur të shkaktojë Izraelit përveç blokadë detare edhe blokada ajrore. Po, ajo që pasi tashmë kanë rënë me 50% të gjitha fluturimet në drejtim të Ben Gurionit. Absolutisht. Klejt, për ta cituar Trumpin korrekt, i kemi goditur shumë, thot, po dhe ata kishin një kapacitet shumë të madh për t'i rezistuar ndëshkimit ton. Ka shumë trimëri këtu nga ana e tyre, thot. Ishte e mrekullueshme ajo që bën ata. Ne nderojmë për kushtimin që ata kanë ndaj fjalës së dhënë. Po, që t'jemi korrekt këtë situata në Jemen i përngjan pak a shumë, po mënyrën se si Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë reaguar mbas sulmit që u bë në ambasadën e Kenias edhe të Tanzanisë, më duket në vitin 94. Pra, atëherë administrata amerikane në sulmoi me raketa Cruise, me Tomahawk, më duket, në Afganistan, mos gaboj, dhe u la me aq. Pra një aksion relativisht simbolik. Për forca të tilla jo konvencionale është e vështirë që ti përmbash vetëm nëpërmjet sulmeve ajrore. Ndërkohë që siç e thatë tani, nga pikpamja, atyre duhen boots on the ground, pra ushtria në terren. Po është një terren shumë problematik. Kostot e jemenitëve dhe të Hutit mund të jenë minimale, që janë pikpamje njerëzore, që janë pikpamje e jetesës e kështu me radhë. Pra është sigur trafësh ujë në hava dhe një fuqi hiperteknologjike gjithmonë mund të gjendet e pa përgatitur që të rezistojë një fuqi e tillë. Ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Yemen kundër Huthive ka qenë si një tentativë për të mbrojtur më tepër Izraelin, se sa në një nevojë reale për të përballë me erdhi si pakt, po them, se po konsideroj si një marrëveshje të Shtetit Bashkuar me Huthi, erdhi menjëherë pas goditjes së aeroportit Ben Gurion me po ka dhe disa interpretime anësore për të cilat Shtetet Bashkuara të Amerikës po janë shumë nervoz për sa i përket politikave izraeliane, qoftë në raport me diku me Gazën, ose qoftë në raport me Iranin. Dhe ndofta është dhe një mënyrë për t'i bërë të kuptuar Izraelit që nuk është, me isë unë jam dëshues për këtë, nuk është Izraeli i cili kontrollon politikën e jashtme amerikane, e bën nëpërmjet aksioneve të veta,
Pra bën një aksion Po. i cili detyron Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndërhyjnë, por Shtetet Bashkuara të Amerikës që vendosin. Ka një lajm që po e lexoja dhe më bëri përshtypje dhe do ta citoj siç e pash. Miqësia midis Trumpit dhe Netanyahut ka mbaruar. Këtë e thotë Radio Izraeli Army Radio. Raporton që presidenti Trump ka vendosur të presi kontaktet me Netanyahun, duke theksuar faktin se Netanyahu dhe miqtë e tij po sillen në mënyrë arrogante dhe po e sjellin vërdall presidentin pak a shumë. Në faza para 1 muaji, 2 muajsh politika amerikane në raport me Izraelin duket se kishte një konvergjencë shumë të madhe, bile përkundrazi duket se sikur Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin subservient, pra ishin nështruar, pra aksionin politik në ndjenjën e mesme drejtonin Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë nuk e di për cilën arsye Trump ka vendosur të bëjë kthimi, po të paktën, si thosh edhe Izraeli është subjekti i këtyre i luhatshmërisë së Trumpit. Pra, edhe sepse vetëm kjo mund ta shpjegoj. Megjithatë, në mendimin tim, një konflikt i cili do të çonte Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt Iranit, për mua do të ishte jo katastrofal, por do të ishte i pa llogaritshëm, do të ishte nderi më i madh që do të mund t'i bëhesh Izraelit, por në të njëjtën kohë dëm i madh që mund t'i bëhesh Shtetet Bashkuara të Amerikës. Izrael ka në fakt e tha Klet, do ministri i mbrojtjes tha, do mund të paktën kërcënoi në një farë mënyre Iranin, duke i thënë që do përfundoni si ja ta gjej që ta citoj, po si Hezbollahu dhe Hamasi. Si Hezbollah dhe Hamasi është vështirë për të ndodhi Hamasit dhe Irani është shtet sovran, ka kapacitet ushtarake aty se nuk duhet merrem me këtë se kam shumë dritan. Një koment shkurtër se duhet kaloj ke Indi Pakistan, se e kam merr. Deklarata e Kacit për do përfundoni si Hamasi dhe Hezbollahu ka të bëjë vetëm në kuptimin politik. Pra, vetëm eliminimin e udhëheqësve politikë të tyre, ndërsa kapacitetet ushtarake të tyre të organizatave nuk kanë cënuar. Pra, kanë dështuar në këtë, kështu që nuk mund t'i bëjnë këtë dëm. E dyta jam dakord me atë që ta Kleti që kemi një veprim të Trumpit për treguar që bosi në këtë pikë amon si jeni juve, pra unë ju mbështes, dhe ju jeni pjesë e idesë sime, por jo unë pjesë e idesë tuaj. Sepse fakti që ky veprim i bërë me Huthit nuk ishin njoftuar fare para izraelite për të deklaratë, pra tregon qartësisht që shiko, ne nuk ju pyesim juve, pra jeni ju që duhet na pyesni neve dhe jo ne t'ju pyesim juve. Pra ka pasur një luftë të brendshme në këtë administratën Trump midis pro-izraelitëve dhe atyre nacionalistëve amerikanë. Pra që thonë që America first. S'ka pse të jetë instrumenti politikës jashtme të Izraelit bëhet America first. Prandaj kemi një luftë asaj që është America first me ata që thonë Izraeli first. Dritan. Pra kjo ka qenë lufta dhe këtë luftë për këtë moment e ka fituar Trumpi. Në këtë moment, me këto veprime, e ka fituar Trump sepse kemi dy veprime. Kemi America first e para. Kemi marrëveshjen me Hudhët, pa njoftuar fare ata gjë që cënon totalisht kapacitetet mbrojtëse të Izraelit, dhe e dyta, kemi largimin e këshilltarit të tij, Walzit, i cili ishte pro-izraelit totalisht dhe ishte një nga ata që ndikonte për të vajtur me luftë me Iranin. Pra këto dy veprime Irani është shumë problematik në qarqe ndryshme amerikane, vijon akoma ka një dëshirë ekstreme për të konfliktuar me Po janë qarqe politike të cilat nuk e kanë idenë e luftës dhe idenë ushtarake. Pentagoni ka raporte të vazhdueshme, pothuajse në çdo 2-3 vjet. Raporti i fundit është 10 vjet, i bërë nga një zyrë, ja harrova emrin asaj zyrës, është një zyrë e veçantë e cila çdo vit bën raporte për kapacitet ushtarake që ka në një përplasje të mundshme ushtarake Amerika me çdo lloj vendi tjetër që konsiderohet se rrezik, pra me Kinën, me Iranin, me Rusin. Trumpi me të ardhur në pushtet e mbylli atë zyrë në Pentagon. Nuk na duhet më, ajo zyrë kishte 45 vjet që funksiononte. Trumpi e mbylli. Dhe ajo zyrë përcaktonte që nuk mund të dalim fitues, pra nuk mund të fitojmë një luftë me Iranin. Aspekti thotë që nuk mund të fitojmë, pra thotë që ne luftën e bëjmë, atyre ju shkaktojmë dëme të mëdha. Po ti nuk e fiton luftën, po dëmet që ata mund të shkaktojnë janë aq të mëdha. Edhe hipotetikisht sikur ta pushtosh komplet, duhen aq forca të mëdha ushtarake sa pushtimi as llogarit. Fjala vjen. Kostot janë më të larta. Domethënë Iranin e kam diskutuar gjithmonë këtu, po më duhet t'i kushtoj pak 10 minuta kohë konfliktit Indi-Pakistan. Dritan, si e shikon këtë shkëmbim?
Se akoma, a mund ta quajmë që ka filluar lufta? Jo, nuk jemi në fillimin e luftës, jemi në ato skërmiqet e para të luftës, të cilat mund të vazhdojnë të mbesin të tilla, pavarësisht se palët kanë sjell forca ushtarake në të dyja anët, të dyja forcat ushtarake janë të nivelit konvencional, pra nuk kanë kaluar në nivele të tjera, pavarësisht se janë dy shtete me kapacitete bërthamore. Të dyja janë shtete me kapacitete bërthamore. Aktualisht të dyja shtetet po përdorin dhe po provojnë teknologjitë ushtarake që kanë prodhuar dhe që kanë bler. Ky është testimi i parë në fazën e parë të luftës. Indianët po provojnë teknologjitë ushtarake kryesisht izraelite që kanë bler, kurse pakistanezët po provojnë teknologjitë edhe amerikane. Kryesisht amerikane, franceze dhe angleze kanë Pakistani. Ka shumë pak të. Për shembull, dje për herë të parë indianët kanë përdorur për herë të parë mbrojtjen kundërore të nivelit së 400-ën. Së 400 rusë dhe doli efektive duke rrëzuar avion pakistaneze, pra u përdor për herë të parë, dje se kanë përdorur kur, pra në përstërvitje është përdorur, po për herë të parë në luftë konkrete, në objektiva konkrete është përdorur dje. Dhe jemi në këtë fazë e cila mund të zgjasë edhe një muaj ose 2 muaj, kjo faza e testimit të mjeteve që kanë. Dhe ato mjete që rezistojnë ato do përdoren në një konflikt të arshëm më të gjatë. Pse mendon se mund. Dhe ky konflikt i intereson Kinës aktualisht. Që ky konflikt të zgjasë midis Pakistanit dhe Indisë, pse? Sepse ka një marrëveshje të bërë në vitin 2021, që quhet rruga indo-evropiane, dhe vjen nga India, vjen në Arabinë Saudite me anije, pastaj nga Arabia Saudite kalon të vi në Jordani, nga Jordania në Siri, nga Siria del në portin e Haifës dhe nga Haifa del në Evropë. Pra është bërë një rrugë ekonomike për t'ju kundërvënë asaj rrugës qumshit, pra rrugës alternative mëndafshit që kanë kinezët. Dhe përsa kohë kjo është jo funksionale, kinezët kanë përparësi në shtrirjen e tyre dhe biles për të mbrojtur rrugën e tyre, kinezët ndërtuan edhe bazën e parë, për herë të parë në historinë e tyre ushtarake, kinezët kanë ndërtuar një bazë ushtarake në Djibouti, bazë detare atje, dhe kanë përcaktuar bazë për të mbrojtur rrugët detare kineze. Pra ajo është në Djibouti, ata thonë për të mbrojtur nevojat e rrugëve detare kineze. Baza nuk i di sa kanë. Kinezët kanë baza ushtarake tash po. Jo, kjo është baza më e madhe që kanë dhe vetëm, dhe është baza me kapacitete deri 10.000 forca në Djibouti. Dhe mos funksionimi i kësaj rruge, pra midis luftës dhe Pakistanit dhe Indisë, kjo je përparësi kinezëve, pra dalim sërish te çështja e tregtisë globale, pra kësaj luftës globale. Unë nuk mendoj që do të shkojmë në një luftë të madhe, të dyja palët diku do të ulen për arsye se aktualisht lufta ka nisur për shkak të përdorimit të këtyre grupeve terroriste. Të dyja palët kanë përdorur pafundësisht në këto 30 vjet grupe terroriste. Të dyja palët kanë financuar grupe terroriste të financuara kryesisht për nevojat të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe për nevojat të Anglisë, të cilat objektivin primar kanë pasur për të përdorur ndaj interesave iraniane dhe interesave të tjera në rajon. Një pjesë janë përdorur në Pakistan, një pjesë janë përdorur në Baluchistan, ato që janë përdorur në Baluchistan kanë përdorur edhe kundër Iranit, brenda territorit të Iranit, është baza kryesore e përdorimit të CIA-s amerikane për në Iran, pra Baluchistani, dhe këta financohen nga India, kurse pjesa tjetër financohet nga Pakistani. Pra kemi një këtë luftë edhe objektiva të cilat janë goditur në këtë rast. Të dyja palët nuk kanë goditur objektiva ushtarak të njëra tjetrës në territorin e tyre, kanë goditur objektiva të këtyre grupeve që qëndrojnë në këto territore. Pra kemi pasur një konflikt të limituar në një territor të limituar, besoj që do të mbesi i tillë. Ajo çfarë është interesante për mua është nuk ka, pra gjithë diplomacia botërore nuk ka ndërhyrë për ndërmjetësuesin. I vetmi vend i cili po bën ndërmjetësuesin është Irani. Pra ministri i jashtëm iranian ndodhet në Pakistan, ka udhëtuar drejt Indisë, ka udhëtuar sërish drejt Pakistanit. As Rusia nuk po bën negociuesin. As Rusia nuk po bën negociuesin, as Kina, as Amerika. Kina kërkon një lloj për vetë përmbajtje. Deklaratat që po negociues jo. I vetmi vend i cili aktualisht ka që prej një javë që po bën negociuesin është vetëm Irani. Dhe ka dërguar ministrin e jashtëm në takime dypalëshe. Pra kjo është gjë më interesante që po më thot. Të mund gjithë dhe, kurse SBA-ja kishte thënë që shumë larg nesh, J.D. Vance ishte shprehur, shumë larg nesh nuk kemi punë fare, as merremi fare me atë. Është asnjë nga turp kemi, tha Trumpi në fillim fare. Asnjë këto dy vende nuk ka arsye të mëdha për të futur në luftë. Megjithatë ka një disbalancë shumë të madhe mes ushtarake mes të dyja vendeve. India normalisht është një vend që ka preponderancë shumë të fuqishme. Për shkak të popullsisë, ekonomisë e kështu me radhë. Pakistani janë dy fuqi bërthamore, rreziku i eskalimit është ai më i rëndësishmi dhe ndërkohë që mendohet që
përdorimi me armë bërthamore do të vi deri në momentin në cilin palët do ta ndiejnë veten në rrezik. Por se deri ku është rreziku, kjo nuk arrihet të përcaktohet. Unë po dëgjoja para dje dhe pardje disa kanale indiane në live në YouTube ku komentoheshin goditjet që po bënte ushtria indiane nëpërmjet sistemeve të raketave e kështu me radhë nëpër zona të ndryshme të Pakistanit. Dhe me sa po kuptoja ka një tension shumë të madh moral brenda të paktën në Indi ku ngjarja po përdoret për të treguar ose ka një lloj tentative për të dhënë mësim Pakistanit. India është një vend i cili është përballë ka disa vite që është përballë me sulme terroriste që vinë kryesisht nga zona e Kashmirit, me këtë grupe, janë disa grupe radikale të cilët kërkojnë shkëputjen e Kashmirit dhe aneksimin e tij nga Pakistani. Pakistani nuk ka ndonjë kapacitet për ta pushtuar Kashmirin. Është një luftë e cila po zgjati do zgjidhet në periudhën afatgjat në favor të Indisë. Në periudhën afatshkurtër dhe për këtë arsye armët bërthamore janë kritike në kuptimin e asaj që kushdo që ai që do të gjendet në një krizë ekzistenciale, një rrezik ekzistencial mund ta përdori. Megjithatë, shumë shpresojnë që luftat mos eskalojë, është një luftë e panevojshme, por është shumë interesante të përmendim që ishte tani po përdori teknologji perëndimore. Shumë interesante çifshe avion Rafale, sistem kundëror turk, S-400 rus. Është një të dyja palët, për shembull, të dyja palët përdorin armatime të sofistikuara, të cilat vinë nga fuqitë të cilat janë konflikt me njëra tjetrën. Edhe është konflikt tregtar. Armatime Pakistani ka J-10, janë 17 kinez. Ka avion F-16 amerikan. India ka Sukhoi rus dhe avion Rafale. Pakistanezët pretendojnë që kanë rrëzuar 3 avion Rafale, një MiG-29 dhe një Sukhoi. Dje televizionet indiane pretendonin që ishin rrëzuar dhe avion kinez edhe avion perëndimor. Dhe kishte një moment hilariteti sepse të dyja palët pretendonin që po rrëzonin avion teknologji perëndimore. Pra, Pakistani pretendonte për rrëzimin e Rafaleve, etj. Ka disa francezë pas kanë shkuar në Indi për të parë dhe për studiuar më nga afër rrëzimin e avionëve. Dhe është një konflikt i cili është i maturuar ka të paktën që nga viti 47 që lëvron, por është një konflikt që nuk i intereson askujt. Ndërkohë, Dritan, një fjalë të fundit sepse më duhet për këtë konflikt bëhet fjalë, se po lexoja te miku jon Lutfi Bilali që thotë India në telashe me sistemi elektronik turk Coral, luftimet me Pakistanin. Jo, thjesht për të dhënë idenë që Turqia, Franca, edhe unë thashë edhe Izraeli kemi këtë përplasje teknologjive, dhe kjo do të vazhdojë derisa do të përcaktojë se cilat teknologji ju bën punë në këtë luftë, sepse të dyja palët kanë shumë pak teknologji që prodhojnë vetë. Pra përveç armëve bërthamore që kanë prodhuar vetë pjesën tjetër e kanë teknologji të blerë. Pra po raketat se raketa balistike kështu. Edhe kruz ka. Edhe raketat tyre janë bazuara mbi sistemet ruse, mbi sistemet kineze dhe mbi sistemet franceze. India ka një po pash kishte edhe një francez kishte këtë jo Taurus, jo s'ka Taurus është nuk ka. Jo, kishte edhe një sistem bazuar në sistem francez me raketat. Pra Dritan pasi të testohen këto po thua është një mundësi, por që pra përleshja e tyre do të jetë konvencionale. Tashmë po përleshja në ajër. Përleshja ka ndodhur vetëm në ajër dhe me artilleri. Përleshja të trupave në terren nuk ka goditje të trupave nga largësia në terren me njëra tjetrën, po përleshje në terren nuk ka, avancime në terren nga asnjëra palë nuk ka. Jemi tek i konflikti limituar, po thua. Edhe avionët falset ndërpreva, edhe avionët kur godasin, paktën aviacioni indian ka qenë brenda territorit vetë. Të dyja palët. Të dyja, pra shkojnë në deri afër kufirit, godasin objektive. Nuk kanë kaluar hapësirën e tyre ajrore për të goditur, sepse është e limituar goditja. E gjithë goditja, pra gjithë lufta po bëhet në zonën e Kashmirit. Dhe Kashmiri është i ndarë, pra, në pjesë më dysh. Është i ndarë, një pjesë e kontrollon Pakistani, një pjesë e kontrollon India.
dhe indianët godasin objektiva në territorin e Kashmirit të kontrolluar nga Pakistani, nga territori i tyre, kurse pakistanezët godasin në pjesën e Kashmirit të kontrolluar nga ana e indianëve, por brenda territorit të tyre. Pra të gjitha llojet e rrëzimeve që kanë ndodhur, edhe të avionëve, edhe dronëve, kanë ndodhur brenda territorit të secilës palë dhe është pothuajse e pamundur për të verifikuar deklarimet që bëhen. Pra se sa janë rrëzuar apo sa janë rrëzuar me fazë testimi. Pra kjo është fazë testimi